Kryetaria e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mirela Bogdani, prokurori i përgjithshëm Olsian Çela dhe drejtuesi i LD Artur Metani nuk po nisin hetimin e fakteve të publikuara nga pamfleti për abuzimet e drejtuesit të prokurorisë së Fierit, Elion Mustafaj. Ndaj tij ka 7 kallëzime dhe 60 denoncime për shkelje të rënda me dosjet gjatë detyrës si kancelar, oficer i policisë gjyqësore dhe prokuror në Durrës, Tiranë, Vlorë, Korçë, Fier dhe Lushnjë. Drejtuesi i prokurorisë së Fierit, Elion Mustafaj, ka mospërputhje të viteve të studimeve. Ai ka punësuar bashkëshorte në kompaninë Puka LLC në SBA, pronë e një shqiptari të dënuar për grabitje me dhunë në Londër dhe në hetim për trafik droge dhe pastrim parash në Shqipëri. Sot publikojmë fakte të tjera për mungesën e integritetit të tij, ndërsa institucionet e kontrollit të figurës së zyrtarëve të drejtësisë po heshtin. Madje kryetaria e KLP Mirela Bogdani e mbrojti duke intimiduar pamfletin. Këtë javë, më 11 dhjetor, KLP do të vendosë kush do të jetë kreu i ri i SPAK, ndërsa mandati i Altin Tumanit si drejtues përfundon më 18 dhjetor. Në garën për kreun e ri të prokurorisë speciale janë 4 prokuror, ndërsa referuar mandatit 9 vjeçar që ka ky institucion, ky 3 vjeçar do të jetë i fundit sa i takon veprimtarisë së SPAK. Në garën për kreun e SPAK janë Klodian Braho, Doloreza Musabelliu, Adnan Xholi dhe Elvin Gokaj, që të gjithë pjesë e strukturës që ka për detyrë tetoj korrupsionin në nivelet e larta dhe krimin e organizuar, përveç specifikën që ka ky institucion, duket se zgjedhja e kreut të ri të SPAK është kthyer nga një proces administrativ dhe profesional në një arem presionesh, manipulimesh të opinionit publik dhe tentativash për të orientuar drejtimin e institucionit. Kjo ndodhi edhe me garën ku fitues u shpall Altin Tumani 3 vite më parë, ku mes presionit politik dhe atij ndërkombëtar, këta të fundit arritën të zgjedhin të preferuarin e tyre, ndërsa në zgjedhjet e këtij mandati të ri, që nis pas 18 dhjetorit, nuk kemi ato shfaqje që u vënë 3 vite më parë, teksa diplomat përvishnin mëngët dhe mbanin shënime, të radhë duket se gjithçka po bëhet më e kamufluar. Partia Demokratike zhvillon sot protestën e 4 të radhazi në kaq javë poshtë zyrave të kryeministrit Edi Rama në formatin e foltoreve parlamentaro-qytetare. PD nisi këtë format protestash me argumentet se hapësirat e saj në Kuvendin e Shqipërisë janë minimizuar dhe deputetëve të opozitës nuk u jepej fjala. Protesta pritet të nisë në orën 18 dhe referuar 3 protestave të mëparshme nuk pritet të zgjasë më shumë se një orë. Policia ka marrë masat e saj ndërsa pritet të bllokojë disa akse rrugore, por edhe një pjesë të bulevardit Dëshmorët e Kombit. Referuar faktit se në 3 protestat e mëparshme nuk ka patur incidente, pritet një ulje e mëtejshme e numrit të forcave të sigurisë që rreshtohen për të mbrojtur godinën e kryeministrisë. Nga protestat e deri tanishme, ajo që ka rënë në sy është një pjesëmarrje shumë e ulët e mbështetësve të opozitës, por sipas kreut demokrat Sali Berisha, foltorët do të vazhdojnë deri në largimin e Edi Ramës nga pushteti. Kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu ka sulmuar reformën në drejtësi gjatë një aktiviteti të mbajtur në Washington, teksa mori pjesë në forumin e Unionit Ndërkombëtar të Demokracisë. Ai tha se SPAK ka kontroll të plot mbi gjykatat, të cilat sipas tij funksionojnë nën frikë dhe presion. Sipas Mediut, sistemi gjyqësor është në zinxhirin e socialistëve, ndërsa shtoi se sot sistemi i drejtësisë quhet vetëm SPAK dhe jo gjyqësori. Në 35 vjetorin e lëvizjes studentore të dhjetorit 90, presidenti i Republikës Bajram Begaj ka kujtuar sakrificën dhe guximin e të rinjve që i hapën rrugës Shqipërisë drejt demokracisë dhe Europës. Në një postim në rrjetin social Facebook, presidenti shkruan se sot 35 vite më parë në rrugët e Tiranës u shtoi thirrje studentëve idealist, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Guximi dhe lëvizja rinore e dhjetorit 90 i hapën rrugën Shqipërisë europiane. Çdo hap që hedhim në këtë rrugë nderon guximin rinor që rrëzoi perden e hekurt që ndante Shqipërinë nga Europa, shkruan Begaj. Presidenti thekson se aspirata europiane e shqiptarëve është e pandar nga idealet e lirisë dhe demokracisë atyre viteve. Një incident i rrezikshëm ka ndodhur këtë të diel në aeroportin Sabiha Gökçen të Stambollit, ku një avion pasagjerësh i kompanisë A-Jet që realizonte fluturimin Prishtinë-Stamboll ka dalë nga pista menjëherë pas uljes. Lajmin e ka konfirmuar ambasada e Kosovës në Turqi, e cila në një deklaratë zyrtare bëri të ditur se të gjithë pasagjerët janë evakuar në mënyrë të sigurt, pa pasur nevojën për përdorimin e rrshqitësve emergjent. Nuk ka raportime për të lënduar, ndërsa udhëtarët kanë vijuar lëvizjen drejt destinacioneve të tyre në mënyrë të rregullt. Avioni i tipit Boeing 737-800, sipas njoftimit, kishte përfunduar një ulje të rregullt, por gjatë lëvizjes në pistë ka dalë jashtë saj, duke u ndalur në skaj në një zonë me terren të butë. Kompania A-Jet tha se shkak mund të jetë rreshjet e dendura të shiut, të cilat kanë ndikuar në manovrimin e avionit. Ngjarja shkaktoi devijimin e disa fluturimeve të tjera, ndërkohë që autoritetet aeroportuale vendosën mbylljen e përkohshme të pistës deri në përfundimin e operacionit për largimin e avionit dhe rivendosjen e sigurisë në zonë.
Vajza e Donald Trump dhe gruaja e Jared Kushner, një nga investitorët në ishullin e Sazanit, kanë ndarë në mediat sociale kërkimet që ajo po bën rreth Shqipërisë dhe shqiptarëve. Në një foto të postuar në llogarinë e saj në Instagram, vajza e presidentit amerikan ka publikuar 3 libra: Albania From Anarchy to Balkan Identity nga Miranda Vickers dhe James Pettifier, The Albanians, A Modern History, po nga Miranda Vickers dhe generali i ushtrisë së vdekur nga Ismail Kadare. Poshtë 3 librave Ivanka shkruan: Kërkim. Ju rikujtojmë se vajza e presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump, vizitoi Florën gjatë verës e shoqëruar nga bashorti i saj Jared Kushner dhe familja e tyre. Ata kanë zgjedhur që në këtë udhëtim të drekojnë në një nga restorantet në qytetin bregdetar, tek i cili kanë postuar edhe një foto. Agjencia Evropiane e Hapësirës ka publikuar një imazh të Marsit bazuar në ngjyrat që syri i njeriut mund të shohë kur qëndron në sipërfaqen e planetit. Ky imazh përmbys besimin popullor se Marsi është thjesht një planet i kuq, pasi sipërfaqja e tij paraqet një larmi të gjerë nuancash gri, të verdh, portokalli dhe blu të zbet. Polikromi është rezultati i diversitetit të mineraleve të ndryshme dhe gjeologjisë së tij komplekse. Sipas raporteve, mozaiku global përbëhet nga 10 mijëra imazhe të marra midis viteve 2004 dhe 2022. Rezolucioni i kësaj harte është rreth 2 kilometra për piksel dhe është harta më e saktë me ngjyra e Marsit deri më sot. Harta në fakt përfaqëson sipërfaqen e planetit, ashtu siç e shohin njerëzit me sy të lirë, dhe ndryshon ndjeshëm nga imazhet konvencionale, të cilat zakonisht përpunojnë për qëllime shkencore dhe për të përmirësuar detajet e ngjyrave.